Me rastin e festave të fundvitit, Bashkia Devol ka ndërmarrë një nismë solidariteti duke shpërndarë mbi 500 pako ndihma për fëmijët dhe familjet në nevojë në të gjithë territorin e saj, me qëllim që asnjë familje mos mbetet pa mbështetje në prag festash dhe të përcjellë solidaritet në çdo derë. Pakot përmbanin ushqime bazë, veshmbathje, detergjent, çanta shkolle dhe lodra për fëmijët, duke sjellë sadopak gëzim në prag të vitit të ri për familjet me vështirësi ekonomike. Tashmë është bërë traditë që Bashkia Devol me rastin e festave të fundvitit nga Drejtoria e Shërbimit Social ka qenë pothuajse një javë që ne kemi qenë në terren të angazhuar me të gjithë grupet tona, me të gjithë sektorët e Drejtorisë së Shërbimit Social, kemi qenë në terren për të shpërndarë paketa ushqimore me produktet bazë të ushqimeve. Është menduar si një nisëm, si një angazhim i Bashkisë Devol për të gjendur sa më afër këtyre shtresave në nevojë, komuniteteve që janë në bashkinë tonë, si egjiptian, rom, për të ndjerë dhe ata ngrohtësinë dhe gëzimin e festave. Shpërndarja është realizuar nga stafi i Drejtorisë së Shërbimit Social, i cili gjatë këtyre ditëve ka qenë në terren pranë familjeve përfituese, deri në orët e mbrëmjes, jo vetëm për të përfunduar shpërndarjen dhe për të arritur në çdo familje në nevojë para festave të fundvitit, por dhe për t'i uruar personalisht për festa dhe për t'u gjendur pranë në këtë periudhë të veçantë.